krash është kur dikush vjen pa aftu. Unë tërda pa aftu. Po paka shumë, kështu po... O djallë, qa e duke thënë mes pravi tani se po më dzirë idiote fare? Nuk është punë idiote. Si mund të përdorësh fjallën që erdha krash të shtëpia jote? Ashtu... Në mes të gjithë familjeve dhe në mes të gjithë popullit edhe para meje. Shika, unë nuk jam... Si mund të përdorësh fjallën krash tani se po më qudit fare? Po pra, sepse... Je ti ai që më ke thënë që Alba do rri me mu. Si e përdor fjallën krash? A jam femër që vuaj unë që thjesht i ngjitem një mashkulli edhe ti shkoj në shtëpinë e dikujt tjetër? Unë nuk jam thjesht një mashkull. Ti mendon se unë nuk kam shtëpi, nuk kam familje. Se ti je mësuar me meshkujt dhe të bën siç don ti. Çfarë jam mësuar me meshkujt dhe bëj siç dua unë? Nuk mundesh ta bësh në asnjë lloj mënyre. Si jam mësuar Alba me meshkujt? E di që ti je bashkëjetesa ime e parë, pasi unë jam Nuk e di unë çfarë po thua. Edhe ti e di shumë mirë.